Pastrimi i shtëpisë vazhdon, pastrimi e rënjës, siç e bëjmë neve, shqiptarët që po nuk i lëvizëm të gjitha jastëkët, të tërheqim perdet, të heqim njërën, të heqim tjetrën, nuk bëhet pastrim. E siç shikoni tani i lëvizi të gjitha me radhë Eva, mori pluhurat, këta të koltukëve i hoqi të gjithë, jastëkët e koltukëve, i lëvizi që të fshijë, të lajë, ndëroi të gjithë çarçafët, faqet e jastëkëve, se po nuk u bën të gjitha me radhë njerëz, nuk ka vlerë pastaj pastërtia. E pastroj, i hoqi edhe këtë mbulesën e stromës, stroma nuk e themi, strom e themi, e të krevatit, që t'i laje dhe pastaj të thajen t'i ndëri prapë, mirë që kemi këto tharset e robave, që i thajnë robat brenda orës, se pastaj hajde të rish të presësh 2 ditë të thahen tani. Hoqen edhe perdet e dhomës, se i ndëruan blen perdet të tjera, kishte një të kuqe, një të bardhë, tani vuri vetëm të bardha, edhe janë shumë të bukura, japin shumë dritë të dhomës të gjumit, edhe më pëlqyen shumë. Bravo të keqen motra, shumë mirë i bëre. Mirë edhe ti o kunat mos u anko tani se nuk të them tyja bravo, edhe ti bravo.